Përshëndetje miq, unë jam Ender Karpish, u ba koha se s'kam ba video me fol më thënë. E kena ba video tjera për miq, sot du me jep juve një teknik, është shumë rëndësishëm, edhe ky teknik ashtë mundet me jep shumë izgjellje. Shumë kollajshme si teknik, për na harrojmë. Si harrojmë, na pre angazhimenta, pre probleme, pre sëmundje, pre agresiviteti, pre menime që vinë per sekunda, milion menime kena qa më ba, qa më hangër, qa më pagu, si me fitu, si me largu, si me ra, adin milion menime kalën pre trunion, edhe për çdo menim harxojmë na elektricitet, energji për nuk dim hiç, edhe mrapa thojmë pse mu ka blloku truni, nuk mundem me menu, nuk dëgjoj veten energjike, atë shtyhet dimje, shtyhet sëmundje, shtyhet gjithçka, e bani agresive, si me thonë unë ty, vjen një moment ashte ulet atë standard i jetesë, me thënë kualiteti, si me thonë ashte një gjë e bezdishme, vjen bezdi me jetu, me thënë. Miq, ka dalsoni lëvizjet. Do më thënë, a shef këtë për shembull këtë reflektorin, qose doni me marrë gavedi, e merr në avash, mos merr në shpejt. Qose merr në frymë shpesh, e keni ba si fiksim, merr në ma kadar. Merr në ma kadar, ka dalsoni. Qose del në trafik, mos u mënu me manevru me makinë shumë shpejt, mos u mënu me lëvizin shpejt. Ose qose hani buk, mos mënoni me ha shumë shpejt, bam gjum, edhe nuk dini qa kena hangër. Qose pini gja, mos pini bam gjum per sekunda me eliminu. Pini ma kadar. Menënëm ma kadar. Merë në frymë ma kadar. Edhe ka pak sytve, hap në myllë në ma kadar. Ka dalsoni jetën, jo shpesoni, ka dalsoni. E qa bahet? Miq, na kena dy kategori sistem nervore të trupi jonë. Njënën është sistemi nervi sempatike, tjetra është nervi parasempatike. Njënë sistem shpejson procedurat, do më thënë shpejson rrahjen e zemrës, shpejson tensionin, shpejson shumë gjakun, bjen momente më thënë rritet tensioni gjithçka, rritet dhimbje, shumë gjëra, shpejson procedurat thjesht. Qëse është tjetri e ka dalson. Do më thënë, çfarë lidhje ka me këtë muhabet? Miq, ju nëse keni problem me sëmundjet, nëse keni problem me dhimbjet shkatrume, nëse keni problem bllokim të trunit psikologjike, depresione, ka ana psikologjike më thënë. Kur bani ka dalsoni lëvizjet, kur lëvizni ma avash, kur menoni ma avash, kur merrni frymë ma avash, aktivizoni nervi parasempatike. E kur aktivizon nervi parasempatike, qa bahet? E qetësohet trupi, nalet hipertensioni, do më thënë normalizohet. Ulet atë rrahje e zemrës, qose keni një tashikardi ose aritmi, sistemizohet, edhe normalizohet shumë gjana. Atëherë qa bahet? Qose e keni një dhimbje, qetësohet. Qose keni një sëmundje, e qetësohet. E shumë gjana normalizohet. Për këtë, ma të parët, para shumë vitave njerëza e kanë ullë, e kanë pa larg qili, edhe e kanë menu, e kanë ka dalsu frymare, e ka qetësu veten, e ka atë mënyrën e vet, e ka aktivizu nervi parasempatike. Për na, dojmë gjana shpejt, dojmë gjana gashme, me kryu punën per sekunda, trafik, mos me dal me shpejt, me kryu punë shpejt. Sistemi botërore, sistemi jetet, na kena ba shumë me lëviz shumë shpejt.
me harxhu gjana shumë shpejt. E kena harru me prodhu vetëm harxhim. E kur e kthejnë edhe këtë momentin për trupi jon, e prodhojmë disa energjia, e kur lëvizim shpejt, kur menojmë shpejt, kur ham shpejt, e harxhojmë miq energjinë pa diçka, edhe mesëm pa energji mrapa. E trupi don me godit veten, e s'ka energji. Trupi don me qetësu veten, s'ka energji. Atëherë, fundit, fjala fundit, ka dalsoni jetën. E kur ka dalsoni jetën, kur merr maush, e vjen qetësohet truni. Probleme që kene të truni nuk vetë ma ik vlera, më thënë. Ik vlera. Kjo është premest. Sot e kena basi sot si video muhabbetet, më thënë. Ditën e mirë edhe miropash.